Organizimi që i veçante edhe mysafirët po ashtu. Komiteti Olimpik i Kosovës në një ceremoni të premten ka shpallur më të mirët e sportit për vitin 2025. Gjudisja më e mirë u shpall Distria Krasniqi, e çmimi i sportistit më të mirë i shkoi Akil Gjakovës, që të dy për sukseset e arritura gjatë vitit 2025 dhe përfacimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pa mirënjohje nuk mbeti as ai që i trajnoi, Driton Kuka, për të cilin pati falënderime. Viti 2025 ka qenë një vit shumë i suksesshëm, kur bëra për herë të tretë kampione evropiane, nën kampione botërore, si dhe përmbylla vitin në mënyrën më të mirë të mundshme si e para rangizë botërore. Edhe Akil Gjakova po thotë se puna e përkushtimi u bën shkak që të shpërblehet. Kjo vjen fal punës madhe, përkushtimit edhe konsistentës që kam për sportin e judës. Derisa për të arriturat i uroi kreu i qeverisë Albin Kurti, që veç tjera shpremtoi edhe mbështetje. Çdo medale e juaja, të dashur kampion, është dëshmi e talentit të jashtëzakonshëm dhe punës suaj të pandalshme. Kemi rritur investimet kapitale dhe mbështetjen financiare, kemi forcuar kornizën ligjore. Për përkrajjen e sportistëve të rinj përmes bursave u zotuan edhe nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Në qendër të veprimtarisë sonde, gjatë këtij viti ka qenë sportisti. Përmes ndarjes së 90 bursave për sportistë dhe trajner me vlera mujore prej $150 deri në $1.300. Pa medaljes mbetën asgjudisja Enisa Zaide që u shpall shpresa olimpike për vajzat, ndërsa taekwondisti Bleron Ademi u vlerësua si shpresa olimpike për meshkujt. Çmimi special për vajza i takoi gjudisës Laura Fazliu, ndërsa për meshkuj ju ndo Astrid Hasani që është kryetari i Federatës Evropiane të Peshngritjes.